Shëtitoria Akunës në Shëngjin është dëmtuar sërish pas arritjes së intensitetit të dallgëve në ditët e fundit të nxitur nga moti i keq. Forca e detit ka goditur segmentet pranë vizë bregdetare, duke shkaktuar shëmje dhe zhvendosjen të strukturës së shëtitores. Zona Akunës mbetet një nga pikët më të problematike të bregdetit të Shëngjinit, ku fenomeni erozion detar po përparon nga viti në vit dhe dëmet në infrastrukturë po bën gjithë më të shpeshta. Sipas ekspertëve të mjedisit, situata në Akunë është përkeqësuar ndjesh në vitet e fundit, ndërsa mungesa masave mbrojtëse ka lënë zonat e ekspozuar në goditjeve të detit. Në fakt kanollaja që pritej me atë ritëm që po ecte gryrja ose erodimi i bregut, kjo pritesh kjo lloj situatet. Dhe ne shohim që nga viti 2017 deri në vitin 2023 në publikim në raportin për gjendjen mjedise në Shqipëri të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, shohim që nga Shëngjini deri në Gryqderët e Drinit, pra afërsisht në distancë 6 km, aty kemi një dinamik të bregut ku deti në buxhetin total del që janë zatu të paktën 6 hektar nga deti. Bregu është qëtërsu në mjedis detar në një sipërfaqe prej 6 hektarësh, që nuk janë pak në kushtet e kësaj distance të vizë bregdetare. Kjo sëvi detare tashmë është bë aq frekuente sa nëse para 2 dekadash i quajmë ngjarje ekstreme të klimës, ngjarje ekstreme, tash është kthy në një dukuri të zakonshme. Por dami që po bën është nuk është një vdekje e bregut e ngadalë që ka efektet e veta, po kjo është një pjesa bregdetare po lëviz shumë shpejt te goditjet e stuhive detare. Në këtë rast vetmja zgjidhja që në fakt do kërkon shumë financë është instalimi i dallkthysëve ose si quhen ndryshe breakwater offshore që janë jo të kapuna në breg, po janë larg breg që në kushtet e kësaj vije bregdetare duhet vendosen afërsisht në një zonë nga 100 deri në 180 metra, sepse tillë pjerësi ka shtrati i detit në aty, dhe janë disa module dallkthysish që shkojnë nga 40 deri në 70 metra si module dhe larg njëri nga tjetri nga 60 deri në 120 metra dhe në thellësi prej 3-4 metrash, aty ku optimalja e mbrojtjes man të dallkthysëve është ma e spikatu në këtë distancë në kushtet e kësaj kushtet emergjencë po dhe në kushtet e kësaj gjendje gjeomorfologjike të banit detit dhe të bregdetit. Me këtë ritme në rrezik të drejt për drejt janë tjetra biznese turistike dhe banesa pranë vizë bregdetare. Specialistë kërkojnë ndërhyrje urgjente dhe një projekt afatgjat për mbrojtjen e bregdetit përpara se dëmet të bëhen të pakthyeshme.